20 e sa ditë. Praninë shkolljen e agjentëve të BKH-s në kryeministri me patlake, Rama i tmerrur e mbajti të fshehtë 20 e sa ditë dhe nxori të nesërmen e vendimit të irenave të kushtetuesës. Të vendimit antikushtetues, antiligjor, të turpshëm, të pa precedent në historinë e Europës dhe të botës, për një vend me shtet ligjor. Kjo i dha zemër Edi Ramës. Shikoni pse foli djaj, se nuk e keni kuptu, nuk e keni analizuar mirë, kam pa unë. Ai foli dje sepse pas vendimit të gjykatës kushtetuese mbyllet absolutisht çdo mundësi e institucionit të hetimit të hetoj ministra. Ai mori garanci të plotë për këtë, sepse në rast se nuk ka pezullim, imunitetin dhe arrestimin ai nuk e lejon kurrë, siç nuk e lejoi në rastin e Sajmir Tahirit. Pra, ajo mas e vetme që u kishte ngel në dur institucionit të prokurorisë ishte pezullimi në rast e ministrave. Dhe këte pasi pariti gjykatën kushtetuese gjerë në tjegulla, e blokoi një mas të tillë. Një akt si ky nuk ka ndodhur kurrë, po u kam bindjen më thellë se qytetarët shqiptar me datën 22 dhjetor do mblidhen në Tiranë për t'i dhënë përgjigjen më të merituar vendimit të Edi Ramës për të mos lejuar hetimin dhe hetimin e parave që ka vjedhur me Belinda Ballukun. Tani, ju keni kurreshtje tjera të plota. Dumani kishte marrë prokuror nga Irena Gjoka për të vazhduar avokatinë e saj. Shënimi që i lash armiku të egër të pluralizmit politik dhe të votës së lirë të shqiptarëve, mercenari Edi Ramës dhe narkoqeverisë së tij Altin Dumani, me kujtesen se për veprat e tij të rënda penale drejtësia një ditë do të thotë fjalën e saj. Kush e don këtë se është dhe origjinal. Besoj kjo është e fundit për Altin Dumanin, sepse ikën. Urdhro? Është mesazhi i fundit për Altin Dumanin, sepse nuk është më në atë post. Jo, nuk është i fundit. Ai bashkë me Irena Gjokën ka hyrë në galerinë e turpit të historisë së drejtësisë shqiptare. Nuk është e fundit. Ai ka hyrë në galerinë e turpit dhe të